Mos harani vëllazën se për me qenë kështu që është dënë Allahu, duhet gruaja m'ia shpreh burrit dashurin. Edhe burri duhet m'ia shpreh gruas dashurin. Çelësi kryesor që e keni dëgjuar gjithmonë, çelësi i parë do thotë që çel zemrën, është me i thonë të dua. Të dua. Edhe ajo ty me thonë të dua. Po jo kur të martohesh sa të natën e parë, dytën, po kur ti bëj 70 vjet, e nuk njen mirë, e nuk sheh mirë, e të kanë ra musteqet, e të kanë ra mjekra, ku ta dione, e të kanë ra flëkt, e je deformu, je trash, e je të halue, je gërbav, ajo me thonë, o burri jam, ose o plaku jam sa shumë duhe. Ti tash si ti esh i gërbat, si të nish atë fjallë, pak me një herë e njën veten pak ma fort, ha? Thua këshore mora peshe, 70 vjet i kum po, edhe hala që shpo më dënë. Se kur i ki 20 vjet, 25 vjet dënë, vallaj, s'ka qare se tu të cita janë mërë tjetra. E që kjo vlazen të na meshkujt, ma mirë me thonë të ju mëre, që kjo po mungon të disa. Të granimi është pak ma e theksume. Din me thonë, amo burrat, on e burr jam, po ti nësi i burr dhe me thonë të dua. On e burr jam se thras nemen. Që, pash Zotin, a ka shtë në mesin e muslimanëve në këtë botë, ma burr se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nemen i thirke gratë e veta. Nemen i thirke. Të na, mos me njofti një plakat në këjshitan, ti menon që e ka emin halo, e thira i burrit gjithë, hallo, hajde se po dalëm, hallo, hajde shkojmë me morëm benzin, hallo, hajde shkojmë pazar, hallo, hajde shkojmë të qika, të djali, pse hallë kia, ky tjetri plak, ky tjetri bio, pse mare vëllas të thirë me emën, po qërë vrëmsime pejgamberike, subhanallah. Pejgamberi, alej salatu vësselam, i thërke gratë e veta, qysh kishin qefatu, qysh, Aisha, arabisht e emnin, të në shqip Aisha, e ajo kish qef me thirë ma shkurt, Aish, e pejgamberi thërke Aish, qërë pak me përgdhele, ke po sikur nanën, i thu nanush, se e dënë ma shumë, babush, e thërke dhe me thonë me emën përgdhelës, e këto i vje marre, kushke, plaka më thirë. Plaka, qëla plaka më revla thirë. Tjetri, aji aty po dhe me familje, ti po është gati, i qëtë gotat, i qëtë sokat, i qëtë krejt, kur ajo arë vesh me grue. Ku ki familjen? Jo që për mas. Ti qysh familje vesh me grue, po ti thuje vëlla me, po e hoqë s'pa me me tanë me grue, po vesh se ti qysh po ngushtu. Jo, mësë ngushtu po zeno zemrën me grue po ve, me zojen po ve, kur fa problemi nuk është. Se po thuj nuk ka kultur të imi drejtue ministreshe, sa presidente, sa princeshe, sa mbretreshesh, me emën. Po qa? Zënjusha, nësë është e pamartume, zënjusha filane. Nësë është e martume, zënja filane. Ne i kanë mësu në shkollë fillore dhe që shkruen zënjë edhe zënjëshë. Që sa interesant, pse se zbën thëj ke është munges edukate, një drejtu drejt ashtu. E mirë ti, nëse zënjëshë po i thut dikuj që sa kërkushë për ty, ose zonjë, e pëse s'pi i thua zonjës tone, po halë po i thua, plak po i thua, bio. Hajde më reknej, vesh tu kull. Po e din ajo. Po jo mëre, po nemen e thirë mëre, subhanallah. Inshallah Allahu Gjeleshanu hu në ndihmën, për me dash njën i tjetin edhe në lehtësën, me kalu këtë far barriere, këtë far pengese, se diqysh si marë, me i thonë burri të dua, apo kështu apo ashtu, ose burri me i thonë gruës të dua. O vlazen, të dua, unë e kështu pequjës, dja, mu i me formulu kështu, të dua dhe krejt derivatet e të dua dhe të mja thonë gruës. E ke po nafta dhe derivatet e naftës. E cilat janë derivatet e të dua, janë me i thonë zemër, burrit, me i thonë shpirt, lëshkamam, bukurash, simpatik. Ajo është 1 metër e gjisti, me i thonë, mashallah, 2 metra, e në zonë e derën. Ai nuk kam rri kur që me thonë, o mashallah, po ti asë një shak, nga s'po ta bon ti që kem rriti sa i zotë. Ai me nëzhe ka bon një kërë një mjera ti me thonë, o shna knaqe, këj farë si gjipa, peshe u knaqën ta. Jo mërë së është, o Allah për mua, që si kam qeftull të ne, se ti e din që burri të smëre bon arsi, e të me thonë burri, që si unë e kam qef, që si tull që ka janë. Kur të bën të anej matë nalë, tu që si kam qef. Andaj pra, të dua, dhe derivatet e sajna mos i nalni.
Mos i nalin dashni me pas sukses në jetën bashkëtorë. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft, na forcoft edhe dashnin me bashkëshortet tona. Allahu na shtoft. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.